Kryeministri Sali Berisha paralajmëroi futjen në procedurë parlamentare të paketës fiskale që parasheh kalimin e njësër taksash në administrimin e qeverisë qendrore tek pushteti vendor. Opozita nuk e ka miratuar këtë ligj dhe si shta kryeministri, qëndrimi derivonte nga llogaritjet e lidershipit të saj se do të merrte drejtimin e vendit. Kjo bllokuar për qëllime tashmë të njohura. Zoti Rama besonte se do të jetë kryeministri i vendit, por pritja e tij u bë si pritja e godos. Ndaj dhe urdhroi grupin e vet të mos votoj decentralizimin për cilin kishim rënë 100% dakord me grupet e përbashkëta të punës të Këshillit Ministrave, Ministrisë Financave dhe Bashkisë Tiranës. Tani ne atë ligj duhet ta votojmë. Ligjet nuk mund të rrinë dhe nuk do të rrinë në pritje të godos. Duke i mshuar rëndësisë së decentralizimit që lidhet sidomos me momentin e konstituimit të plotë organeve të qeverisjes vendore, kryeministri tha se duhet të jenë vetë ato që të administrojnë pasuritë në territoret e tyre. Në këtë kuadër, kryeministri u ndal dhe tek 2 projekte të mëdha kombëtare, mbjellja e ullimeve dhe arrorëve. Ai tha se këto projekte janë të rëndësishme për arritjen e objektivit Shqipëria vend i zhvilluar. Në një harë kohor, jo më larg se 8 vjet, Shqipëria duhet të ketë mbjellur në territorin e saj 250 milion rrënjë ulli, 50 dhe arror rreth 200. Kjo do jetë një Shqipëri tjetër. Kjo do bëjë të mundur rritjen e të ardhurat nga bujqësia së paku me 1.5-2 miliard euro. Miliona dru frutor mund të mbillen në mbar territorin e vendit, në tokat të askujt. Por kjo kërkon që kryetari i komunës, Këshilli i komunës, i cili tani ka të gjithë kuadrin ligjor, të marrë vendimet përkatëse. Askush nuk e pengon kryetarin e komunës. Të jap tokën me 99 vjet brenda kushteve, të ndrojë destinacionin nga Kullot në Ullisht. Kryeministri Sali Berisha tha se qeveria po bën gjithçka për një zhvillim të qëndrueshëm rural, fakt që dëshmohet sipas tij dhe ngritja me gati 10 ere investimeve për këtë qëllim.